kryeministër ose pse s'm ka lënë mua drejtor, s'm ka lënë diçka. Unë që të paktën që të kort nuk e kam ti Fidan. Jo, po nona veç atë çështjet e jutja, se po ka përse i bën ato. Mirë, se e the atë, a ky janë ndeshku se s'kam çfarë fa thosë. A ky ja thon ndeshku që e ka hek nismen. E ka hek nismen, e ka marr tash zofen. Se kërkove. Po, ndeshku. Nuk besoj që është argument i fortë që kën publik me thotë që unë ndeshku. Unë menoj paktën, edhe kam drejt me dha argumentet e mia. Rive argumentin. Çepse. Sikur zoti Limaj në atë ku kur ka bu koalicion para zgjedhur me AK-n, t'ja merr kandidatën për kryeministër, siç ka qenë Poni, e që ka dëmtuar PDK-n me të madhe në vitin 2017, ky do të ishte një argument. Po e kishim Barc, zotin Haradinaj, a e mor për shkak me morë dhe Malisheve një pjesë, e hjeki këto, e hjeki edhe atë grupin e intelektualëve. Apo më dëgjon, mos e vazhdo. Me një pyetje të rrezoj argumentin ton. Cili ka qenë rezultati më i dobët i AK-s në proceset historike zërore? Për mu ka pak rëndësi kjo. Për mu ka rëndësi trendi tashëm. Cili ka qenë? Trendi tashëm është që në shkurt e këtij vitit AK-ja më i dobët pyetje. Cili ka qenë rezultati më i dobët? Po janë për mu relevancë, ka vetëm si vjet që është puna oti. Ka qenë ky i në shkurtit, nuk ka më poshtë. Si vjet që ky në shkurtit ka qenë rezultati më i dobët. As me 14 shkurt, 2 ministri s'ka dalë ma ketë. Po, ti si pas te zguzon me shkuala ma poshtë i qa? Po nuk shkon ma poshtë. Pse? Jo zguzon. Cili është argumenti? Zguzon si pas teje. Po, cili është argumenti? Unë nuk po lutem. Oj, ka menaxhuar ato edhe herën e kaluar. Biletash ka shkuar rikonfirmuara. Po, ndash, dëgjam. Që ta unë argument tjetër i cili ju presos ta e dëshira janë për bezotët e kigat. Jo. Janë dy argumente. Është një argument